Alaudin Hamiti habit me ndryshimin, moderatori ruan kokën. Moderatori i njohur kosovar Alaudin Hamiti ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale me një ndryshim të dukshëm në pamjen e tij. Ai ka vendosur të ruaj kokën, duke treguar se po përgatitet për një procedurë të mbjelljes së flokëve. Lajmin e ka bërë të ditur vet Hamiti përmes një instastory në llogarinë e tij në Instagram, ku ka publikuar një fotografi ku shfaqet me kokën e ruar. Përmes këtij postimi, moderatori ka lënë të kuptohet se ka vendosur të ndërmarrë këtë hap për të kujdesur më shumë për pamjen e tij dhe për të bërë një ndryshim që e kishte menduar prej kohësh. Ndryshimi i tij ka ardhur pas një periudhe shumë intensive në karrierën e tij televizive, sidomos pas moderimit të spektaklit të njohur Big Brother VIP Kosova, një format që kërkon angazhim të madh dhe presion të vazhdueshëm për moderatori. Vet Hamiti ka treguar shpesh se ritmi i punës gjatë këtij reality show është shumë i lodhshëm, pasi përveç netëve të gjata të transmetimit live, kërkon edhe përgatitje të vazhdueshme për debatet, situatat e papritura dhe dinamikat mes banorëve. Sipas asaj që ai ka lënë të kuptohet me humor në rrjetet sociale, stresi dhe angazhimi i madh gjatë kësaj periudhe kanë bërë që flokët e tij të fillojnë të rallohen. Për këtë arsye moderatori duket se ka vendosur të bëjë një hap të ri dhe të rikthejë pamjen e mëparshme duke ju nënshtruar procedurës së mbjelljes së flokëve. Me këtë ndryshim, Alaudin Hamiti duket se po nis një kapitull të ri edhe në pamjen e tij, duke treguar se edhe figurat publike nuk hezitojnë të kujdesen për veten dhe të bëjnë ndryshime kur e ndjen të nevojshme.